Miq të dashur, po rikthehemi këtu në studio për të diskutuar edhe me të ftuarin ton. Pra, ne do të mundohemi që ditën e sotme t'u thjeshtësojmë gjeneratës së dytë, të themi, edhe asaj në moshën të tretë, që të flasim sot për ekonominë digjitale dhe kriptomonedat. Pra, që thuhet, parat të së ardhmes janë parat të ardhmes apo është një mashtrim i kohës? Se nuk e dim. Dhe ne këtë, miq të dashur, sot do ta shumica prej jush do të jenë paksa të stepur, sepse nuk do ta kuptoni, por ne do të mundohemi që këtë temë, që përflitet dhe flitet lart e poshtë, për ta thjeshtësuar sa më thjesht, dhe do ta diskutojmë me të ftuarin ton, me zotin Arben Krivanjeva, ekonomist dhe ekspert i, ashtu të kam titulluar, ekspert i teknologjisë financiare, të themi kështu. Po, titullitin, po. Me që je zhytur këtu dhe ke filluar edhe një studim të bësh, një magistratur në lidhje me këtë, kush si ti dieta prek më mirë këtë tema? Mirëmëngjesi. Arben, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në emisionin mëngjesit. Si është dita e sotme? Thuaj, a zgjohesh një herë ndjek berzën se si lëvizin këta kriptot apo jo? Sigurisht se po. E ke si rutinë të përditshme këtë, ha? Po thuajse. Interesante kjo. Sepse zakonisht që do thotë ke investuar në këtë apo jo? Po, investime modeste pa tjetër. Duhet të kemi investime të Ato nuk të pyta dhe mëngjes, drejtor, ke investuar ti? Jo, nuk kam investuar sepse nuk e kam idenë e kësaj pune se çfarë duhet bërë, por sigurisht që pas emisionit do të konsultohem edhe me Arbenin për të më mësuar një udhër, domethënë si udhërrëfyes do ta kemi, për të na shpjeguar se çfarë ndodhen konkretisht me këta. Ne zotëri Arben, e kemi vendosur edhe po ashtu edhe temën e ditës, a duhet investuar në fakt në kriptomonedat, mirë po si është tregu për momentin? Ka interesim të madh në fakt? Po flasim për vendin tonë. Sekond, Arben, do ta lë këtë mikrofonin kështu pak më afër, kërkoj ndjes. Do ta kemi kështu për të na dëgjuar edhe shikuesit tanë më mirë, sepse është një temë miq dashur që po e diskutojmë non stop. Por nuk e kuptojmë, a është gjë virtuale e gjitha. Si është në fakt situata në vendin tonë? Janë të informuar qytetarët, nuk janë, po ashtu edhe kjo grup mosha e ndryshme. Si qëndron të jetë, domethënë informimi jon adekuat për kriptomonedat? Po, në vendin tonë fatkeqësisht informatat ose sa popullata është edukuar, arsimuar, mendimin personal është në nivel shumë të cekët, fatkeqësisht, por gjenerata e re ka atë guximin, atë entuziazmin, nuk mendon shumë, në formë stihike, me inercion, investon, po do njëherë dhe por ato vazhdojnë. Loja nuk mbaron. Loja. Ose jo, janë në pyetje para, është një investim në një formë, ne diskutuam në fillim të emisionit dhe kemi patur edhe shumë përgjigje nga shumë shikues që thuhet që është një formë bubble, domethënë një tollumbase e cila fryhet, flitet e përflitet dhe ka një rrezik që një ditë mund të shpërthejë kjo, edhe mund të bëjmë në zero. Unë nuk mendoj ashtu. Nuk e mendon këtë. Sepse po kalojmë në një epokë të re të çuditshme. Unë mendoj se nga dalë jemi të kalu jemi në stacion të ri të zhvillimit të paras, edhe ajo është paraja digjitale. Paraja digjitale do t'jetë ajo që do të zëvendëson më parat e letrës, ose fiat parat, ose parat e printuara që ne sot i quajmë. Nuk kam atë si e don ti. Më pak para. Atëherë, ta thjeshtojmë pyetjen. Çfarë është konkretisht ekonomia digjitale? Mund ta kufizojmë kështu? Ekonomia digjitale, për shembull. Kështu. Ne jemi në një epokë digjitale, të robotizimit dhe inteligjencës artificiale. Nëse kthehemi një 40 vite, 40 vite më herët, kur njerëzit shfrytëzonin telefon fiks, apo duhesht të rrotullojnë numra për të lidhur kontakt me ndonjë person në distancë, edhe atyre t'ju thuash ne përmes telefonit do të përcjellim SMS, ose tekst, ose letër, email sot. Ato si do ta konceptonin, sikur letrën e kemi shkruajtur, e kemi palos, e kemi vendos në kuvert, e kemi çuar në postë e tjerë, apo t'ju thuash do kemi video call, do ta shohësh personin në kohë reale, do bisedosh me të. Ishte e pakapshme dhe si do të na llogaritnin pak të çuditshëm. Unë mbaj mend epokën e faksit.
Kur ishte pastaj faksi ka qenë shumë interesante, se si janë printuar dokumente, domethënë nga një faktura vend. që dërgoheshin nga një firmë në një kompani E tjetër. tash kjo ekonomia digjitale nën kupton të gjitha ato pjesë të ekonomisë të cilët bazon apo janë të lidhura me pajisje digjitale ose pajisje elektronike, duke filluar nga kompjuteri, nga laptopi, interneti, tablet etj. Etj. Sot ajo na mundson që nga jo ekonomi ta quaj fizike, ku e shef e prek, duke filluar nga dërmarrjet e vogla të mesme të mëdha tregu, ne mund të kalojmë që përmes pajisjeve digjitale të bëjmë tregti, bëjmë transaksione, të bëjmë blerje, shitje etj. Edhe gjithë kjo arkitekturë është falenderim të IT inxhinierëve, programerëve, matematikësve dhe në fund të hakerëve. Hakerë. Po, patjetër. Ata janë më të rëndësishme, çfarë rol kanë hakerët konkretisht në këtë? inovuesit më të mëdhej Haker. dhe më të rrezikshme. Por nga ana tjetër edhe më të dobishme. Domethënë janë të dobishëm, Janë të por janë rrezikshëm. edhe të rrezikshëm. Dy medalje si medalja që i ka dy faca. anët. Atëherë kur e Në flasim qendër kështu, në qendër duket të pak se gjithë frikshme kësaj, kjo. në qendër të gjithë kësaj janë matematikënët, Mustafa. Domethënë baza e çdo gjëje është formulat ose matematika. Pra çdo gjë Sigurisht, pa matematikë sigurisht. nuk mund të krijohet asnjë gjë të Të themi. flasim pak nga thelbi se si është paraqitur. Të flasim pak a shumë se nga ka filluar, Se si nisi si kjo, nisi e gjithë kjo. Okej, do të kisha dash para asaj do të përmendim si erdhëm deri te kompjuteri. Po. Sa ajo është baza për Domethënë Gjithçka që është matematika krijuar. Historia, domethënë procesorët si u krijuan, kompjuteri i ashtu. parë. Është do të fillojmë nga lufta e dytë botërore. Aty kur gjermanët përdorin një maqinë të famshme Enigma mashinë ku Enigma, përcjellnin informata të koduara. Një matematicien Alan Turing i Britanisë së Madhe e kishte idenë për të zbuluar për të krijuar një maqinë tjetër për të dekriptuar. Për të deshifruar Deshifruar. makinën e gjermanëve, e nacistëve. ta Nacistëve dhe arritim në periudhë për 2 vite ta bën Ta ta realizon. ka. Dhe para mendoni Ka shumë filma për këtë gjë. Po, sigurisht, para mendoni, ai arriti ta deshifron dhe ishte determinante e luftës së dytë botërore. Dhe para shtohet pyetja, kush e fitoi luftën? Ushtarët në terren apo Po matematikët? matematikësinë. Sigurisht shkencëtarët Dhe janë ata. prej asaj bën periudhe, zbatimet më dhaja. kjo nuk kupton edhe paraqitja e kompjuterit parë ose kompjuterit të cilën sot ne e njohim. Mu parat Elizabeta II në vitin 2005 më zgabo e dekoroi për të arritura madhështore. Post-mortem, ka marrë Post-mortem, post-mortem për të arritura të deshifrimit të informacioneve që i bënin nacistët, ndërsa ky i zbulon të kundër zbulimit, të themi. Por është gjithçka me matematikë, domethënë baza për gjithë ata prindërit të cilët kanë fëmijët e tyre kanë prirje në bazat natyrore, konkretisht matematikë, dërgoni fëmijët tuaj sepse është Sigurisht, ardhmërinë e sigurisht. kanë të sigurt. Gjenerat e reja janë shumë të interesuar edhe Ti për quajmë që drejtimet ardhmërinë e kanë matematikë. sigurt nëse e kanë bazën e matematikë. Do të flasim edhe për atë, por ne e ardhmja veç nuk ka ardhmja- trokit, por ne jemi në të, është një Po fillim me jetojmë. një rrugë shumë të gjatë dhe e cila do të jetë shumë transformuese, jo vetëm për botën e ekonomisë ose botën financiare, por komplet shoqëria përfshihet në këtë. Po mirë, Arben, si për shembull, ne jemi të rinj, deri diku e kuptojmë dhe e perceptojmë këtë kriptomoneda, të themi, këtë se çfarë po zhvillohet. revolucion. Po si do e kuptojnë mosha e tretë këta? Kemi njerëz të cilët kanë problematika me perceptimin e këtij informacioni. e Ata kupton? kanë si do ta kuptojnë? patundshmëri. Si do të kalojnë në këtë? Kanë tokat Po ata. tokat i kanë fizikisht, por a do duhet dikush që të investoj ose ata që janë, se kemi edhe moshe tretë që janë rezikante, di që kanë rezikuar në jetë, a duhet që të kalojnë? Mosha e tretë duhet të kërkojnë ndihmë. Ne çdo herë jemi rob të shprehive, të zakoneve, traditave dhe kështu. Kur mbrin në një mosha që po thua e tretë, atëherë është Që ta shumë kuptojmë vështirë nga të ndryshojmë. Shiko, edhe Mirë, ata- Po, edhe ata nëse kanë dëshirë, do të kërkojnë pa ndihmë. Zotëri Albert- Por edhe unë kërkoj ndihmë, patjetër. Ata e kanë pak ndoshta edhe më të favorshme pjesën se ata në fillim kanë ndjekur berzën, është are.
Sigurisht. Ata besojnë tek ari më shumë. Jo vetëm marrë, po dhe letrat me vlerë, kështu që ato kanë shprehi. Mirë, po tani duhet të shfrytëzojmë pajisje digjitale. Ato smartphone që i kemi në xhep, i cili është mjaft i personalizuar, e keni parasysh. Do më thënë, tash për ta kuptuar edhe për shikuesit, po kalojmë në një kohë, në një etapë të re, Po jetojmë. nuk do të kemi më fizikisht para në duar, por do të kemi në do të kemi në celular. Ja që i kemi edhe disa bankomate. Wallet, po, një kuletë digjitale. Dhe tani do kalojmë në këtë dhe me atë do të fillojmë që të bëjmë pagesa. Në disa mallra kemi edhe bankomate, kështu si ATM si thuhet. Kam fillu. Kemi, domethënë të bitcoinave. Po sigurisht. Ndodhen në disa vende të mallrave në Shkup. Si funksionon kjo Arben? Tash po flitet dhe përflitet që ka një blockchain. Blockchain është Blok zinxhir. një blok zinxhir, një zinxhir dhe se si funksionon kjo çështja e këtij zinxhirit. Do doja ta thjeshtësojmë pak si për ta kuptuar të gjithë. Parafërsisht. Do mundohem sa më thjesht ta sqaroj se Është një gamë e madhe. Albert Einstein ka thënë po nuk i treguam gjëra thjesht i kuptojmë. Absolutisht. Pra, genialiteti është thjeshtësimi i çështjes. Blockchain është një revolucion në vetë. Është diçka e re që në këto 10 vitet e fundit të gjithë flasin në botën e informatikës, të gjithë flasin për këtë. Në kupton si ta definojmë apo ta përkufizojmë regjistrim, ruajtje të dhënave të informacioneve në formë të decentralizuar dhe i pandryshueshëm dhe është transparent për të gjithë. Që do të thotë, nuk është e centralizuar që dikush ta dirigjon, do me thënë të gjithë kanë qasje personat të cilët janë të kyçur në rrjet. Do të thotë është sikur një libër kontabiliteti ku regjistrohen të hyra dhe të dalura qoftë materiale ose mjetet financiare etj. Si funksionon kjo është mënyrë më të thjeshtë. Hapet një blok ose një fletë, regjistrohen të dhënat, transaksionet, ka minutazhin e vet, mbyllet ai blok, vazhdon bloku tjetër. Përsëri hapet, regjistrohen transaksion, mbyllet dhe prandaj quhet blok zinxhir. Çka është esenciale këtu se pasi të mbyllet bloku, askush nuk ka mundësi për ta ndryshuar. Bile dhe hakerët e kanë vështirë për ta bërë. Që të futen për ta thyer, për të marrë informacione në këtë. Për ta ndryshuar, informacionet janë publike, po për ta ndryshuar informacionin pasi të mbyllet bloku. Do të thënë është shumë e sigurt kjo. Mëse i sigurt, vazhdimisht ndërtohet, vazhdimisht dizajnohet, vazhdimisht modifikohen, punojnë ekipe në përgjithë botën me një seriozitet jashtëzakonshëm, për arsye kjo nuk kupton edhe interneti i ardhshëm. Baza e funksionimit të një interneti të ardhshëm. Çka është dallimi nga ky internet që e përdorim deri tani, është se interneti deri tani ne përcjellim kopje. Keni pa kur dërgojmë një email. Një email na mbet neve dhe një email ja dërgojmë personit në fjalë, apo në një adresë tjetër. Një fotografi. Kur e dërgojmë fotografi, nuk do të thonë që fotografia e ne është zhduk. Ajo qëndron aty. Ajo qëndron. Mirë, po ky blockchain tani, ky internet i ri në kupton përcjellje të informacioneve origjinale, kanë qasje të gjithë etj. Aha. Do të thënë me informacionin origjinal, të gjithë kanë qasje në të, por jo modifikim mbi të. Nuk lejohet kopje. Qartë. Mendoj kjo është forma më e lehtë për ta sqaruar, për ta bërë një dallim mes internetit deri tani dhe internetit që është duke ndërtuar në tani dhe në të ardhmen do të jetë. Nuk do të ketë mundësi që të ndryshohet asnjë gjë. Mirë, po mos ta harrojmë. Akses për të lexuar do të kesh, po jo shikuesit, përdoruesit nuk kanë çka të lodhe me këtë për arsye se ajo do të jetë në prapaskem. Pas perdes, do funksionon, nuk do ta shohim, por do ta mundson komunikim, transakcione, marramendse të shpejta, të sigurta etj. Kur u zhvillua, kur lindi blockchaini, si lindi? Kjo si lindi është, më mirë të them, është e lidhur me paraqitjen e kriptomonedave. Pasi që blockchaini paraqet edhe bazë për krijimin e kriptomonedave. Do të thënë u krijua blockchaini, pastaj dolën kriptomonedat, a? Apo paralelisht. Blockchaini ka pasur ideja më të hershme, por
Paramendoni prej vitit 1999, një filozof i njohur në botën ekonomike, Milton Friedman, ai thotë se kemi nevojë të krijohet një monedë, një para elektronike përdor ashtu, se ende terminet zhvillohen shumë më vonë. Në kërkime sipër. Po, të cilët njerëzit nuk do të njihen mes veti, personi A me personin B, do të shkëmbejnë, do të bëjnë transakcion dhe esenca është mos të kenë ndërmjetësues. Mos të kemi bankë. Mos ketë sekser. Po, sepse gjithmonë ato pala e tretë gjithmonë e ka patur ato profitimin. Por kjo është mënyra ajo që mund të bëjmë shkëmbim njëri me tjetrin pa një negociator të mesit, ha? Çfarë do të thotë? Se asgjë nuk ka rastësi. Unë nuk besoj në rastësi. Paramendon Milton Friedman para 10 viteve, para se të paraqitet Bitcoin e jep këtë deklarat, mund ta gjeni në rrjetet sociale. Dhe pas 10 viteve, 2009 në janar, me 3 janar, promovohet Bitcoin i parë dhe besoni se i ka pothuajse të gjitha atributet që i përmend ekonomisti në fjalë. Të gjitha. Shumë interesant. Dhe prej asaj kohe ne tani dallojmë çfarë janë para elektronike, digjitale, virtuale. Deri në 2009 ne ekonomistët i kemi përdorur si sinonime. Tani janë entitete në vete. Që janë të krijuar që i kemi, fillojmë i prekim. Parat elektronike janë për shembull parat që i kemi në bankë, apo i shohim në llogaritë tona në telefon ose në laptop, kompjuter, po. Edhe në virtuale. Digjitale janë këto që i krijojnë me matematikë, do t'i sharrim tash ngadalë. Dhe në virtuale janë ato para në lojë, video lojrat, apo? Nëpërmjet lojrave që krijojnë para virtuale. virtuale. Ka para, gjatë lojës fiton në një sasi të shumë dhe mund t'i përdorë vetëm në kuadër të asaj loje. Dhe këto janë virtuale. Do të thonë para virtuale dhe para digjitale. Si u krijuan para digjitale? Para digjitale, falemnderim të blockchain-it, falemnderim të matematicianëve. Shfrytëzohet për shembull Bitcoini është i pari, është pioner në këtë fushë dhe këtë primat që është pioner nuk mund t'ja merr askush, hapi dyer të çelikta për paraqitjen e kriptomonedhave të reja, të cilat do të jenë shumë të mençura ose kriptomonedha të smart ose të mençura, dhe si u krijuan thjesht me zgjidhjen e detyrave matematikore, algoritmeve, detyra matematikore që nuk i shërbejnë askujt dhe krijohen para. E tani, një monedhë, E çuditshme. një monedhë ka 13 numra digjitale, është si ai numri serik që e kemi në paratë e letrës, dhe është unike, e veçantë dhe nuk mund të kopjohet. Për shkak të atij shifrimi prej 13 shifra. 13 shifra. E njëjta mund të ndahet në 10 decimale, ajo 10 decimale është, domethënë mund të ndahet në 100 milion pjesë. Që nuk kuptoni Bitcoin duke pas parasysh se sot është $110 ose 120 sa e mbrit. 120.000, po ta ndash në 100 pjesë, ka logjikën e vet, apo? Nëse ndan 120.000 Një ta ndash mund ta ndash në 100.000 pjesë, në 8 decimale ka pas zerës. Mund të ndash. Por pagesa ekstrem të lira, të themi kushtimisht. Me pahumbja e sfat. Mirë po, kjo Bitcoini llogaritet është e licencuar në kuptimin e asaj, do prodhon gjithsej 21 milion Bitcoin. Bitcoini i fundit do të prodhohet diku ka viti 2140. Llogaritën tani diku rreth 5-6 milion të humbura, njerëzit që kanë humbur hardware-in, passwordin ose fjalkalimet e Sa janë të tjera. humbura prapisht? Diku 50 deri në 6 milion. 50 Llogaritet. deri në 60 milion. Jo, 5 deri në 6 milion. 5 deri në 6 milion Se Bitcoin. komplet, do me thënë, algoritmi i licencuar është 21 milion. Do të thonë 21 milion Bitcoin ekzistojnë në një të 1 milion pritet, 1 milion e gjysmë pritet të prodhohen për një 140 vite, edhe një 5-6 milion janë të humbura. Ku ndodhen ato kur humben? Sepse ne gjithmonë e bisedojmë këtë gjë, do të thonë humben. Humbin adresat, humbin hard diska. Hardware-et e vetë në hard disk. Po.
kemi volete të nxehta dhe të ftohta, mund të ruajnë edhe në volet të ftohtë, domethënë nuk ka kyçe në internet e ke parasysh, dhe ndodh që ta humbin. Ka raste të tilla. Ku shkojnë ato rastin aty djalit i cili Ata mbesin jashtë sistemit, është i prodhuar dhe nuk mund të zaventësat. Përmendat shifrën prej 13 numrave digital, kështu që ajo nuk mund të zaventësat. Nuk mund të edhe rikthehet, nëse të nuk mbahet gjenden, mbetin të humbura për gjithmonë. Për gjithmonë. Po. Kjo është rreziku. Se ndodhe një djalit në fillim kur ka qenë Bitcoini, kur ka qenë në 19 ato dollar, 19 fillimet cent. minimale, Po. kur ka dhënë dikush që ka marrë 3 pica për 20.000 Bitcoina. Tash pse janë atraktive do të thuash. Jo, apo? tash është bërë atraktive shumë sepse 3 pica në kohën, ajo ka qenë një shumë të ulët, ka qenë, domethënë fillimet e saj. Domethënë Më duket 20.000 Bitcoina i ka dhënë. Bëhet fjalë për një programer i cili në një vjetorin e Bitcoinit, pasi është domethënë promovu, fillimet, paraqitet të përësoj 2 pica janë, Papa Johnson, diku në vlerë 20-30 dollar, mëse më ka për fjale, edhe ai djali delivery, ai dërgua si ka një heshti, thotë se mund do t'jap 10.000 Bitcoina, ai numri për 10.000 Bitcoinave i duket diçka di shumë maramese dhe pranon. Do me thonë, kjo është thjesht njerëz janë me shumë fat nëse i kanë rujt ato Bitcoinat, para mendoni 10.000 Bitcoina për 2 pica. Për 2 pica. Sot nëse i shumëzoj me vlerën që ka një Bitcoin diku 120, po e llogarisi me këtë shumë më të lartë 120.000 dollar, do me thënë 1 miliard e 200 milion dollar. 2 pica. 2 pica nëse i konvertojmë në ditën e sotme me këtë çmimin e berzës. Deri në Ose ditën e ato 10.000 vdekjes Bitcoinat. Po, 10.000 Bitcoinat kushtojnë Deri 1 në miliard e ditën e- 200 milion dollar. Deri në ditën 2 e pica. vdekjes do dhuroja pica e falas Në për falas. çdo Fala ditë. gjatë gjithë jetës. Për çdo ditë. Të shpresoj. Pastaj kemi një norvegjez i cili 500 Bitcoina i blen për 26 dollar, parafërsisht, edhe ka harruar se i ka. Dhe 2013 merr gazetën, lexon shë Bitcoinin aty kanë bërë vlerë 1 milion më fal 1.600 euro ose dollar ose 1.900 dollar dhe kur i shumëzon ato 500 thot wow, që kisha bëj i pasur. Dhe pastaj ka dhe raste mund të shihni në internet apo nëse liston edhe faqe të ndryshme. Seminaret e para që janë për Bitcoin, ai që ka marrë pjesë paramendot t'i ka dhuruar 100 Bitcoina. E 100 Bitcoina me vlerën e sotit janë diku 10-12 milion dollar. Vetëm të marrësh pjesë. Vetëm të marrësh. Arben, ne jemi edhe në minutat e fundit, do vjen keq shumë sepse koha na iku shumë shpejt. Unë të falenderoj shumë për zemërsisht për ardhmën tënde dhe për thjeshtësimin e kësaj teme që njerëzit e kanë tabu. Me pika të shkurtra unë kuptova shumë gjëra sot, besoj që edhe shikuesit, por është një gamë shumë e madhe për të diskutuar. Të investojmë apo mos të investojmë? Pse ta privojmë vetën nga ndjenja e saj të jesh i pasur. Mjafton të investosh, po të jemi shumë të kujdesur, të hulumtojmë, të marrim sa më shumë informata dhe mbi të gjitha të investojmë aq sa mund ose mund të durojmë humbjet. Që mos të ndikohemi më shumë, siç ndodhi me e-komercin. Sidomos në kuptimin e asaj mos të pëson familja, personat, buxhetive individuale e tjerë. Troshka thërima që i kemi mund t'i fusim dhe të shikojmë atë na pëlqen kjo apo jo. Varbona, faleminderit me që jemi në fund të emisionit. Një mesazh, kriptovalutat janë e ardhmja, tha dikush që se ka parë më portofolin që nga viti 2021. Miqdashur, ne japim fund emisionit për sot, me shpresë që do të jemi nesër në njëjtën kohë, në njëjtin vend. Deri atëherë, gëzuar ditëlinjit gjithë ata që e kanë sot. Joni, Jona, Fadili, Afrimi edhe Laura. Gëzuar të gjithëve. Shëndet, mbarësi dhe mend në kokë, mos harroni, ha? Qëndroni me Alsat.